mendoj që sfidat e para që një agent duhet kalojë është 3 muaj shqiptar. 3-4 muaj shqiptar është nëse ti e bën ose nëse ai duhet kuptoj nëse është apo jo për këtë punë. Sepse ka sfida emocionale, ka sfida monetare, ka lodhje fizike, lodhje mentale. Gjitha këto normalisht duhet një 3 muaj që të kuptoj dhe filozofinë e industrisë tonë, sepse nuk pretendojmë që nëpërmjet një trajnimi që ata ndjekin 3 herë në javë të marrin gjithë ata marrin indicje. Të mësojnë gjithçka. Ata mësojnë teorikisht dhe bëjnë praktik me mua, marrin indicjet e para, por gjithë sfida më e madhe është kur dalin aty te rruga. Patjetër. Kur marrin ato jote para. Përballja me realitetin. Refuzimet e para. Absolutisht, ne nuk është se ua bëjmë fush me lule, jemi të sinqertë. Ne ja shpjegojmë të dy anët e medaljeve, edhe të mirat edhe të këqijat. Kjo punë vërtet ka të ardhurat, po kërkon një përgatitje shumë të madhe profesionale, kërkon dhe shumë durim dhe konsistencë. Dhe këto gjëra ato lekët. Patjetër, si çdo gjë duhet t'japësh e të marrësh. Është një profesion që realisht është goxha i paguar.